Ka pasur një frikë dhe reagim të Bashkimit Evropian për sa i përket deklaratave të presidentit Trump për Groenlandën. Presidenti Trump ka thënë që do vijë në balancë se kush vlen më tepër për Shtetet e Bashkuara, Groenlanda apo NATO-ja. Dhe në këtë moment lind një dyshim. Po në qofse për Shtetet e Bashkuara nuk vlen Danimarka, nuk vlen NATO-ja, atëherë sa vlen Shqipëria, Malizi, Letonia, Lituania, Estonia, vende të cilat janë më të vogla dhe nuk kanë pasuri për t'i afruar Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është pikpyetja e madhe që lind. Natyrisht që Bashkimi Evropian ka thënë që do dislokoj aty trupa të Britanisë së Madhe, të Gjermanisë dhe të Francës, por këto trupa natyrisht që nuk do luftojnë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jo vetëm sepse nuk kanë potencialin ushtarak të Shtetet të Bashkuara të Amerikës, por edhe sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten lideri i botës perëndimore. Në fakt, këto vende të Bashkimit Evropian kanë thënë që neve do t'i çojmë trupat atje për ta ruajtur nga flota kineze dhe nga flota ruse. Në fakt, shkojnë për t'i dhënë një sinjal Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por a mund ta frenojnë? Pak si vështirë, sepse nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që do ta marrin Groenlandën, ata do ta marrin. Por e thash, nuk vlen Groenlanda për Bashkimin Evropian sa vlen aleanca me Shtetet Bashkuara të Amerikës, cila do ishte zgjidhja. Në fakt zgjidhja do ishte një mënyrë e mesme, një mënyrë për të bërë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Danimarka, një aleat i rëndësishëm i NATO-s, mos futen në këtë përplasje e cila më tepër është mediatike, por që në fakt ulë rëndshëm besueshmërinë e NATO-s dhe të Shteteve të Bashkuara si mbrojtëse të botës perëndimore. Por ajo që na intereson dhe që duhet të nxjerrim mësime është: a do futeshin Shtetet e Bashkuara në luftë për Shqipërinë, për Malin e Zi, për Greqinë, për vende të tjera më të vogla? Ky rast tregon që jo. Dhe ka edhe një shembull në histori që NATO-ja nuk është mbrojtëse kur konfliktet janë midis shteteve të NATO-s, dhe për këtë po kujtoj konfliktin për Qipron midis Turqisë dhe Greqisë. Atëherë Turqia e sulmoi, pushtoi gjysmën e Qipros, ishte në një përplasje të hapur me Greqinë, e megjithatë ishin dy vende të NATO-s, por NATO-ja nuk ndërhyri për të ndaluar luftimin. Kuptohet, pati bisedime diplomatike midis dy vendeve me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara, por e keqja kishte ndodhur. E njëjta gjë vlen edhe për rastin e Groenlandës, por problemi këtu është që ata që do jenë në rolin e agresorit do jenë Shtetet e Bashkuara, dhe këtu fillon pastaj problemi për besueshmërinë e NATO-s si një organizëm mbrojtës i ndihmës reciproke, dhe lind dyshimi: po Shqipërinë kush do ta mbrojë? Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga.